ku më mirë se përballë Kullës në Shefqet Kastratit mund t'i jap përgjigje pyetje se pse Lëvizja Bashkë refuzon të bashkëpunojë me Partinë Demokratike për zgjedhjet e Tiranës edhe në përgjithësi. Ktu ka pasur një kënd lorash për fëmijë, ku kam shkuar fëmijë, ku fëmijët e mi kanë shkuar, e përpara disa viteve qeverisja e Erion Veliaj dhe Edi Ramës ka dhënë leje ndërtimi për këtë pallat gjigant, kull, monstruozitet, i cili i ka lënë fëmijët pa parkun e tyre. E siç u pretendja Sali Berisha dhe të gjithë faktorët e tjerë pseudo-opozitar kanë heshtur ku ka vajtur puna te kjo kull dhe te dhjetra të tjera që ndërtohen nga oligarkët dhe ku pastrohen paratë e krimit të organizuar në Tiranë. Lëvizja Bashkë sigurisht është një parti funde krye antiqeveritare, është një parti që kërkon ta rrëzojë pushtetin e korruptuar të Edi Ramës. Mirë, por nga ana tjetër ne jemi edhe një parti kundër establishmentit vjetër politik, kundër të gjithë atyre që kanë vjedhur historinë e shtetit shqiptar, kundër atyre që bëjnë ujdi me oligarkët dhe bëjnë sikur shahen me njëri tjetrin. Ne jemi parti anti-oligarkike, ne jemi parti e cila do ta bëjë Tiranën tonë qytet jetërueshëm, do ta thotë vërtetën me çdo kush e me çdo çmim. Për gjitha këto arsye, për ta bërë radhpar Tiranën qytet jetërueshëm dhe për t'u dhënë qytetarëve të Tiranës një alternativë vërtet kundër zullumeve të dyshes Veliaj Rama e kundër zullumeve të dikushve të Sali Berishës, Lëvizja Bashkë do të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme në Tiranë si parti më vete me kandidatët e vet, dhe unë kam shumë shpresë që qytetarët e Tiranës do t'i japin vetes dhe mbar Shqipërisë shpresën për një Tiranë komplet ndryshe dhe nesër për një Shqipëri vërtet të drejtë.